Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do ndalemi tashmë në një tjetër temë të ditës së sotme, duke u fokusuar tek situata e shpopullimit, tek statistikat e Eurostat, ku flisim për shifra dramatike, sidomos të rinj të moshës 15 deri 29 vjeç, gati 18.000 të rinj ikin çdo vit. Për diskutuar këtë dhe problematikat sfidat me cilat përballen të rinjt, unë kam të ftuar nëpërmjet lidhjes direkte Jonathan Pano, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Pano, përshëndetje. Përshëndetje Arnold, faleminderit për ftesën. E nisim pak me Eurostat, e cila ka marrë një vëmendje shumë të gjerë, jo vetëm në diskutimet publike, por edhe në rrjetet sociale. Pano, 18.000 të rinj ikin brenda një viti, e thënë ndryshe 1.500 e ca gati në muaj. Çfarë po ndodh kjo ikje? Cilat janë arsyet për të dalë më pas të pasohet, po arsyet e kësaj ikje masive është e frikshme. Nuk ka asnjë gjë të re në diell, Arnold. Është diçka që ne kemi paralajmëruar. Unë kam qenë në vitin 2021, që po merrem vetë personalisht me studime për sa i përket demografisë dhe shpopullimit në Shqipëri, po duket që çdo vit po bëhet më keq. Nga viti 2014 deri në vitin 2024, nëse ne bazohemi tek të dhënat e Eurostatit, kemi rreth pothuajse 1.1 milion shqiptarë të cilët janë larguar vetëm në këto 10 vite. Dhe arsyet tani ne besoj që nuk ka shqiptar i cili nuk i di arsyet se pse të rinj po largohen. Vetëm pak më parë po lexoja një raport tjetër i cili Qeveria dhe kryeministri thonë që është fenomen rajon lëvizja e popullsisë. Po kryeministri duhet të shkojnë në Vatikan, pastaj të lutet Zojës për rinin shqiptare. Tani pyetja ime është për cilën rini, për ato të larguarën apo këto që kanë mbetur? Apo për këto që kanë mbetur që të mos largohen? Sepse shiko, nëse lexoni të dhënat e Eurostatit, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e tjera, ne shikojmë në vitin 2023 dhe Slovenia ka patur një trend rës, por ka patur rreth 1.500 të rinj të moshës 15 deri 29 vjeçare të cilët janë larguar. Ndërsa këtë vit Slovenia kishte një koeficient rritës, madje ishte vendi i 4 me rritjen më të madhe të popullsisë së re. Po Slovenia nuk është se mbahet si një vend ku ka prurje të larta emigratorë që vendet nga lindja e mesme apo vendet nga Afrika po shkojnë dhe po emigrojnë në Sloveni. Kryesisht vendet emigratorë ne i dim, kemi Spanjën, kemi gjithashtu Belgjikën, Anglinë, Gjermaninë, por Shqipëria është në situatën më të keqe që ka qenë ndonjëherë. Ne shikojmë kemi një rënje të popullsisë grup moshës 15 deri 29 vjeç në masën e 4.32%. E thënë shkurt, çdo 30 minuta një ri merr valixhet për të mos u kthyer më në këtë vend. Hajde diskutojmë nga mëngjesi deri në darkë për arsyet sepse të rinjt po largohen. Tani po të jetosh në Tiranë, ne kemi parë Tirana bashkë me Durrësin zon pothuajse 50% popullsisë së Shqipërisë, pra 50% e popullsisë së Shqipërisë banon në këto dy qytete. Po në Tiranë vetëm sot un kam dashur që të vi nga hyjja e Tiranës, pra nga zona e Kasharit që të vi për drejt qendrës, se të merr minimumi 50 minuta. Tani kosta nuk është vetëm koha që ne shpenzojmë trafik, po është edhe tymi. Po janë edhe ato nervat, terezia që ti do prishësh duke ndetur në trafik gjithkohës, duke qenë totalisht i bllokuar. Dhe ne kemi parë që gjysmore shqip të bien në Tiranë, këtu bëhet liçen. Dhe rrugët ne kemi parë që kthehen në lumej.